Për të patur bimë të shëndetshme në kopësht vitin e ardhshëm, duhet të fillojmë të mendojmë si këtë vit. Për këtë arsye duhet të ruajmë farat sa më të shëndetshme. Për të ruajtur farat e bimëve, duhet të jemi të kujdesshëm në zgjedhjen e frutit që do t'i marrim farën. Pra duhet të jetë i shëndetshëm, pa sëmundje, sa më afër bazës, pa shtrembërime. Unë deri tani kam marrë këto fara. Farën e domates agimi, pasi është një varietet e cila është pjekur më shpejt, të shalqirit, të lulenatës ose lefkoja aromatike, është një lule zbukurimi që e mbjell në obar, pjepër me feta, pjepër i zakonshëm rumbullat. Edhe këtu kam edhe borzilokun, të cilin e kam larë, pastruar dhe e kam vendosur të thahet. Pasi të thahet, do ta coptoj dhe do ta ruaj në një kavanos shelshi. Varietetet e tjera të domates nuk i kam marrë akoma, pasi nuk janë bërë. Speci kastraveci nuk i kam marrë akoma dhe patlıgjani, pasi kanë kohë të pishen. Kujdes, një farë e ruajtur me kujdes këtë vit është sukses për vitin tjetër. Pasi i tha edhe bindem që janë tharë, përgatis zarfet në të cilat shkruaj emrin edhe vitin. Shalqi 2026. Pjepër me feta 2026. Lulenate ose lefkoja aromatike, ndryshe i themi dhe lule sherebele, pasi e ka gjethet si sherebel, por ka një aromë të mrekullueshme. Domate agimi. Shkruani vitin, sepse nëse nuk e përdorni të gjithë farën këtë vit, mos të ngatërohet në farat e vitit tjetër. Ruani në zarfe letre ose në një copë prej bezeje. Ruajtja në qese plastike i humbet fort fuqinë mbirëse farës. Shkruani vitin për të qenë të sigurt, sepse fara sa më e re të jetë, aq më shumë fuqi mbirëse ka. Kujdes, ruajini në vende të thata dhe larg dritës së diellit. Duke ruajtur fara të tilla, do të jeni të sigurt që bimët tuaja vitin tjetër do të jenë sa më të shëndetshme dhe do të keni cilësi në kopësht. Shkurseni parat dhe e dini se çfarë keni mbjell, pra keni mbjell atë bimë që ju ka pëlqyer më shumë.